Gjatë ditës së martë, media të rozë në Kosovë raportuan mbi një lidhje të mundshme të Xhenetës me një person që mbante pseudonimin Bisha. Këto spekulime shkaktuan shumë interes duke aluduar për një histori të re dashurie për finalisten e Big Brother VIP Kosova 3. Megjithatë, Xheneta Fetau e ka mohuar menjëherë vërtetësinë e këtyre raportimeve. Ajo raportoi nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, ku shprehu se nuk do të toleronte lajme të pasakta dhe se nga ky moment e tutje çdo keq informim dhe shpifje do të ndiqej ligjërisht, duke quar mediat në gjykata për këtë shpifje. Pas kësaj deklarate, Xheneta duket se ka vendosur të shpërndajë një foto e cila ka bërë fansat të mendojnë se është fjala për të dashurinë e saj të vërtetë. E ka postuar një imazh nga pushimet e saj në Dubai, ku është shoqëruar nga një djalë dhe ka shoqëruar me këngën All of Me nga John Legend, një hit i njohur për çiftet, duke e bërë këtë momente edhe më intim. Nëse ky postim është një reagim ndaj spekulimeve të krijuara nga mediat, apo një mënyrë për të provuar dhe krijuar më shumë mister rreth marrëdhënies së saj mbetet të shihet, gjithsesi Xheneta duket e vendosur për të mbrojtur privatësinë e saj dhe për të ndarë vetëm atë që dëshiron me publikun.